Tashmë po mbushen gati 3 muaj që ka përfunduar zgjedhjet nacionale në Kosovë dhe vendi po përballet me krizë politike. Deri më tani, pas disa dështimesh, u konstitua kuvendi i ri, por që dy seanca po dështon zgjedhja e kryetarit të kuvendit, pasi partia fituese, Lëvizja Vetëvendosje, nuk po arrin të sigurojë shumicën. E mos konstituimi i kuvendit nuk po i hap rrugë formimit të qeverisë së re në Kosovë. Po kjo vonesë në formimin e institucioneve të reja, sipas analistit Gani Qarri, do t'i kushtojë shtetit të Kosovës. Në fakt, nga zhvillimet e deri tanishme, partitë politike u pa se kaluan mos pajtimet vetëm për votimin e raportit që verifikon mandatet e deputetëve dhe ligjvënësit e rinj, u betuan si deputet të legjislaturës së dalin nga votimet e nënshkurtit, por ata dështuan të zgjedhnin edhe kryesinë dhe kryetarin e kuvendit, pasi që me Albulena Agjion, kandidat të Lëvizjes Vetëvendosje, as për të tretën herë, kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të përmbush konstituimin dhe dështoi që ta zgjedhë krye parlamentarin, ndërsa mos formimi i institucioneve të reja jo vetëm që po i kushton shumë edhe në arenën ndërkombëtare e Kosovës, kur dihet se tani më u bëhen 3 muaj që kur kanë përfunduar zgjedhjet, por vonesa në formimin e institucioneve po konsiderohet edhe si një kërcënim për stabilitetin e demokracisë në Kosovë, shpreh Qarri. Ai thotë se bllokada e krijuar është një dëshmi e qartë se Kosova ka nevojë për reformë kushtetuese dhe këngërçi pazakonshëm institucional, po dëshmon publikisht se sistemi politik vërtet ka nevojë urgjente për një reformë të thellë kushtetuese në mënyrë që problemet si ky me kuvendin të mos ndodhen sërish apo të përsëriten pas të gjitha votimeve që mund të mbahen në Kosovë. Me këtë mënyrë sharlatane të sjelljeve nga partitë as pak serioze e deputetëve, pa vetdije të mjaftueshme politike dhe që nuk janë as në nivel të detyrës, Kosova po turpërohet botërisht edhe para faktorit ndërkombëtar, megjithse fillimisht e lavdëroi dhe vlerësoi jashtëzakonisht lart votuesin e emancipuar të Kosovës, gjë që nuk mund të vlejë edhe për partitë dhe deputetët e zgjedhur me votat e qytetarëve, thekson Qarri. Ai shton se me sjelljen e tyre klasa politike po e humb besimin e bashkësisë ndërkombëtare. Kosova me politikë bërës të tillë po humb besimin edhe te partnerët ndërkombëtar edhe i irriton veçanërisht shumë qytetarët të cilët në mënyrë aq dinjitoze votuan për legjislativin dhe qeverinë e re, duke u shkuar dëm jo vetëm besimi i shprehur ndaj sharlatanëve të tillë politik, por duke u keq përdorur nga partitë në mënyrë më të palejuar edhe vota e qytetarëve për lojërat të ndyta politike në kuvend. Andaj, habitur me sjelljet as pak serioze të fëmijëve politik të Kosovës, edhe ambasadori i Finlandës në Kosovë, Matti Nissinen, pas atij gjerman, anglez e tjerë, deklaroi këto ditë se është shumë e rëndësishme që të formohen institucionet shtetërore sa më shpejt në Kosovë që të jetë e mundur, por megjithatë, siç tha Nissinen, jetojmë në një situatë globale ku zhvillimet e reja nuk ndalen as në seancën e 21 prillit orës 15, nuk u paraqit një emër i pranueshëm dhe as që u votua fare në mënyrë aq sa më parë të formohen institucionet funksionale të shtetit të Kosovës, deklaroi Qarri. Përndryshe, Kosova është ajo që do t'i vijojë pasojat e kësaj vonese, nga se zhvillimet në rajon dhe botë nuk na presin neve kur dihet mirëfilli se reformat të cilat janë aq të nevojshme për vendin duhet me dojë mos të zbatohen dhe çohen sa më përpara. Prandaj, sa më shpejt të kemi një qeveri të re dhe një kuvend të ri të formuar, do të ishte në të mirën e shtetit dhe të popullit të Kosovës, si e tha edhe vetë zoti Nissinen, shton analisti Gani Qarri. Për fund, Qarri propozon që deputetja e Vetëvendosjes Saranda Bukujevci mund të jetë një emër konsensual dhe i pranueshëm për opozitën. Kështu që për të dalë nga kjo gjendje dhe zhbllokuar ngërçin institucional, shihet qartë se është e nevojshme një marrëveshje politike apo të propozohet një emër tjetër si Saranda Bukujevci, e cila përveç se ka përvojë me udhëheqjen në seanca të kuvendit, edhe nga mandati i kaluar realisht është edhe personi i duhur dhe meritor për këtë post dhe siç u tha në kuvend, do të votojë edhe nga partitë e tjera. Në këtë mënyrë do të zgjidhej ngërçi aktual dhe ndoshta përveç kryesisë së kuvendit, do të formoheshin edhe institucionet e tjera shtetërore. Përndryshe, duhet të hapet rruga e zgjedhjeve të reja, sepse në këtë mënyrë nuk mund të vazhdohet, përfundon për bota sot analisti Gani Qarri.